Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallu wa sallimu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dhe më pas, alhamdulillah, falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, çëm salavat për profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Dhe më pas, alhamdulillah, jemi tashmë duke folur rreth një grupi hadithesh që flasin për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Kemi folur faktikisht për rëndësinë e kësaj teme. Është e domosdoshme që njeriu të ndjejë në zemrën e tij madhërimin për Allahun subhanahu wa taala, sepse me këtë është e lidhur ngushtë edhe në nështrimi i tij. Një rob që nuk e njeh madhështinë e Zotit të tij subhanahu wa taala, nuk e njeh fuqinë, pushtetin e tij, nuk e njeh hakun e Zotit xheleshanu, padyshim ky njeri nuk nënshtrohet që të adhurojë Allahun subhanahu wa taala, as nuk interesohet për qëllimin e jetës së tij, çfarë qëllimi ka pasur Zoti me krijimin e tij. Prandaj është e nevojshme e domosdoshme që njeriu ta mburë zemrën e tij me madhërimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ne jemi duke folur me rreth këtyre haditheve. Folëm herën e shkuar, do bëjmë një përsëritje të asaj që folëm herën e shkuar në hadithin e fundit që përmendëm. Pra ishte ai hadithi që fliste për fillimin e gjithçkaje. Dhe thamë një grup ose një delegacion nga Jemeni e pyetën profetin sallallahu alaihi wasallam: "O dërguar Allahu, si filloi gjithë kjo çështje? Si filloi?" Sepse, domethënë, gjithësia e ka një fillim, e ka një çast kur ajo filloi të ekzistojë. Dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Kan Allahu", pra ishte Allahu dhe me të nuk ishte asgjë. Pra ishte vetëm Zoti xheleshan. Ekzistonte vetëm Allahu subhanahu wa taala, asgjë tjetër. Dhe Allahu dëshiroi që të krijojë gjithçka. Dhe na tregoi, pra radhën e krijimit, na tregoi domethënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra krijoi Zoti kalemin, lapsin, dhe e urdhëroi atë që të shkruante gjithçka që do të ndodh dhe të shkruaj pra në Lauhin Mahfudh. Dhe arshi i tij ishte mbi ujë. Pra krijoi Zoti subhanahu wa taala ujin, krijoi arshin e tij, që është krijesa më e madhe e Allahut subhanahu wa taala. Lauhi Mahfudh, pra atë librin në të cilën do të shkruen të gjitha ato që do të ekzistojnë, që nga fillimi dhe në përjetësi. Çfarë do të ekzistojë, dhe krijoi lapsin, Zoti xheleshanu, dhe urdhëroi atë që të shkruaj. Dhe tham që Allahu subhanahu wa taala shkroi gjithçka në Lauhi Mahfudh, e urdhëroi lapsin të shkruajë gjithçka që do të ekzistojë. Pra çdo fjalë jona, edhe këto që un po flas tani, edhe ato që ju do t'i dëgjoni tashmë pas minutave që do të vinë, të gjitha subhanallahu janë të shkruara. E mendon? Janë të shkruara të gjitha në librin Lauhi Mahfudh. Dhe ne folëm diçka edhe në lidhje me kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është nga çështjet themelore bazike të besimit të muslimanit. Pra muslimani e beson që, domethënë, beson në kaderin e Allahut xhelesha, në përcaktimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra gjithçka e mira apo e keqe është e përcaktuar dhe e shkruar në librin e Zotit. Çdo gjë që do të ndodhë, e mira apo e keqe qoftë. Dhe ne besojmë që Allahu e ka përcaktuar dhe ajo ekziston ashtu si Allahu ka dëshiruar. Folëm dhe shpjeguam se besimi në kader bazohet mbi 4 çështje shumë të rëndësishme. Që ta kuptosh thelbin e kaderit, megjithëse kjo është temë, domethënë, që vetë profeti sallallahu alajhi wasallam na ka urdhëruar që të mos thellohemi në të. Sepse është e fshehta e krijimit të Allahut xhelesha. Nuk mund ta kuptoj krijesa të rësisht të themi kaderin e Allahut xhelesha. Dhe këtë çështje. Por të paktën gjërat madhore që ka urdhëruar profeti sallallahu alajhi wasallam, ka urdhëruar Zoti që të besojmë, bazohen mbi 4 çështje të rëndësishme, shumë të rëndësishme. E para tham që, domethënë, janë 4 gjëra që po ti besosh edhe të kesh informacion dhe dije të saktë për to, e kupton kaderin, paktën atë mas të mjaftueshme që alhamdulillah ti je besimtar i drejtë në Zotin xheleshan. Cilat janë këto 4 çështje? Pra është dituria e Zotit, shkrimi i gjithçkaje që Zoti e diti dhe e shkrojti. Pastaj atë që e diti e shkrojti, ai dëshiroi që ta nxjerrë me shije, vullneti. Pra vullneti i Allahut, me vullnetin e tij Zoti dëshiroi ta nxjerrë në krijim. Pra dëshiroi të ekzistojë. Ajo që u shkrua në Lauhul Mahfudh, dhe pastaj Zoti subhanahu wa taala e krijoi atë që ai e dëshiroi, dhe kështu krijimi vazhdon të shfaqet në këtë gjithësi. Pra do të vinë breza të tjerë që do krijohen më pas. Edhe ata dhe veprat e tyre, çfarë ata do të punojnë. Pra gjitha këto janë të shkruara dhe i di Zoti subhanahu wa taala. Nga kjo është kuptoj madhështinë e Allahut xheleshano.
Pra mendoni çfarë diturie ka Zoti xhaleshano. I di të gjitha subhanahu wa taala. Nuk i fshihet diturisë së tij asnjë thërmi në qiell edhe në tokë. Si thot Allahu, la ya'zubu anhu mithqala dharratin fi as-sama'i wala fi al-ard, wala asghara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin. Nuk i fshihet Allahut asnjë thërmi thot në qiell dhe në tokë, as më vogël se ajo dhe as më madhe se ajo, vetë se ajo është e shkruar në një libër të qartë. Subhanallahu. Tregon madhështinë e diturisë së Allahut xhaleshano. Besimtari beson që Allahu xhaleshano ka di absolute për gjithçka. Pra, faza e parë e besimit në kader tham, të besojmë se Allahu ka ditur të gjitha gjërat me dijen e tij, domthonë të përhershme që është me Zotin. Dhe dija është cilësi e Allahut subhanahu wa taala, është e përjetshme, ishte me Zotin. Pra nuk është si dituria e njeriu e cila mësohet. Pra më përpara se dije diçka dhe tashmë e mëson. Pra e mëson me përvojën tënde duke lexuar ose duke hulumtuar. Jo, dija e Allahut është e përjetshme, ishte me Zotin subhanahu wa taala. Pra Allahu xhaleshanu kur nuk mund të thuhet se nuk e dinte më përpara dhe e mësoi më vonë diçka. Jo, absolutisht. Pra dija e Allahut është absolute. Ai di çfarë ka qenë, çfarë është tani dhe çfarë do të ekzistojë më vonë. Dhe çfarë nuk do të ekzistojë. Nëse do të ekzistonte, si do të ishte. Edhe një herë. Pra Allahu e di edhe atë që nuk është. Nëse do të ishte, si do të ishte. Pra subhanallahu është absolutisht dija e Allahut është e plotë. Nuk mund t'i fshihet Zoti xhaleshanu asgjë. Subhanahu wa taala. Madje jo vetëm ato gjërat që janë të dukshme mes nesh, veprimet tona, fjalët që ne i shfaqim, po subhanallahu Zoti di edhe atë që është brenda gjokseve tona. Ya'lamu ma kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur, thot Allahu subhanahu wa taala. Allahu di kha'inat al-a'yun, edhe shikimin vjedhurazi me sy. Ke parasysh shikimin vjedhurazi, që e vjedh shikim, një shikim që hedh vjedhurazi, që askush nuk e shikon, ndoshta edhe vetë se kuptove që e hodhe shikimin. Allahu thot e di edhe shikimin vjedhurazi. Wa ma tukhfi as-sudur, edhe atë që e fshehin gjokset brenda nesh. Ndërgjegja jon, atë që mendojmë, atë që e bluajmë brenda shpirtërave tan. Çfarë lloj diturie është kjo? Subhanallah. Allahu akbar. Pra, madhështia e Allahut, kjo e bën robin që të jetë, domethënë shumë i kujdesshëm marrëdhënë me Zotin e tij. Nuk ja fshet do Zoti atë që brenda shpirtit. Pra, do më bën njeriu që të jetë i kujdesshëm. Pra, e para është besimi në këtë dituri absolute të Zotit. Zoti i di të gjitha. Ai ka ditur çfarë do të bëjnë krijesat para se ti krijonte krijesat. E di Allahu xhaleshanu. Çfarë do të zgjidhin krijesat me vullnetin e tyre të lirë. E dyta, ne besojmë se Allahu i lartësuar e ka shkruar çdo gjë në Lawhi Mahfuz. Para se ajo të ndodh. Allahu krijoi lapsin dhe e bëri të shkruante. Kështu që ajo shkroi të gjitha caktimet dhe çdo gjë që do të jetë deri në përjetësi. Subhanallah. Sipas dijes së Allahut të lartësuar. Pra atë dije që ka Zoti, që kishte Zoti domosdoshmë për krijesat e tij, po flasim për krijesat që do të krijojë Zoti. Dhe Allahu subhanahu wa taala edhe një herë fiksoheni si besimtar, musliman, Allahu xhaleshanu është i ndarë nga krijesat. Asgjë prej krijesave nuk është në Zotin dhe asgjë e Zotit nuk është në krijesat. Është e ndarë Zoti subhanahu wa taala, është sipër arshit. Cila është ndarja e krijesave poshtë ose fillimi? Është arshi dhe krijesat. Qielli dhe toka, gjithçka domethënë koha, energjia, materia, gjithçka që ka krijuar Zoti subhanahu wa taala është jashtë Zotit. Pra nuk ka lidhje Zoti xhaleshano. Ky është besimi i asaj që sjell Kurani dhe Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, hapi parë është dituria e Zotit xhaleshano për krijesat që ai do t'i krijojë më pas. Dhe hapi dytë, thamë që të besojmë në kaderin saktësisht, është besojmë se Allahu ka shkruar gjithçka nga kjo dituri, e urdhëroi lapsin që e krijoi Zoti subhanahu wa taala dhe e urdhëroi që të shkruaj gjithçka që do të ekzistojë. Pra hapi dytë është shkrimi. E ka shkruar Zoti gjithçka që do të ekzistojë para se të ekzistojë. Madje si tham, nëse mbani mend hadithin që përmendëm herën e shkuar, pra e urdhëroi lapsin dhe lapsi shkroi 50.000 vjet përpara se të krijonte krijesat, përpara se të fillonte krijimi i krijesave. Allahu xhallahu pra qielli dhe toka, po flasim për krijimin e qiellive dhe tokës, sepse arshi dhe uji ekzistonin përpara lapsit. Tham radha e krijimit. Dhe filloi krijimin Zoti nga uji. Pra nga uji filloi krijimin e qiellive dhe tokës. Fillimisht, siç vjen në surën Fusilet ose surë tjera që mos zgjerohemi më shumë këtë temë. Pra krijimin Zoti e shkroi, domethënë 50.000 vjet përpara se të fillonte krijimi, të krijonte qiellin dhe tokën. Dhe gjithçka mes tyre. Pra të na krijonte ne që ekzistojmë. Edhe këtë që shohim dhe atë që se shikojmë. Pra Allahu xhaleshanu e krijoi 50.000 vjet lapsin përpara e urdhëroi të shkruajë gjithçka.
Kjo tregon se dia e Allahut subhanahu wa taala është e përhershme, e plot, edhe për ato që do të vijë më pas. Pra, hapi i dytë edhe një herë, shkrimi i asaj që e diti Zoti xhaleshan. E treta është el mashi'atu. Pra, atë që Zoti e diti dhe e shkroi në Lauh Mahfudh, pra urdhëroi lapsin dhe e shkroi në Lauh Mahfudh, Allahu xhaleshanu dëshiroi që ajo të shfaqej në realitet tashmë. Të mos mbeten me thjesht diçka që ishte në dijen e Allahut subhanahu wa taala, edhe që u shkrua nga lapsi. Po filloi domosdoshmë ta nxjerrë në krijim. Duke filluar dhe krijimi në fakt, Allahu xhaleshanu, domethënë pushteti i krijimit është cilësi e vjetër e Zotit subhanahu wa taala. Pra e ka Zoti cilësinë e krijimit. Është krijuesi edhe nëse nuk do të krijonte krijesat. Pra Zoti është krijuesi. Por krijesat shfaqen njëra pas tjetrës, sipas kohës që vendosi Zoti xhaleshanu. Dhe krijoi Zoti tokën, krijoi qiejt. Pastaj domosdoshmë gjithçka që kanë nevojë njeriu në tokë, ujin, bimësin, kafshët. Domethënë, kështu e bëri Zoti subhanahu wa taala, diellin, hënën, yjet. I krijoi Allahu subhanahu wa taala dhe vendosi këtë rregull dhe filluan të shfaqen. Kjo u krijua me çfarë? Pra me mëshirën, me dëshirën dhe vullnetin e Zotit xhaleshanu. Pra Allahu dëshiroi që ato që u shkruan, i diti dhe u shkruan, dëshiroi t'i shfaqë dhe t'i nxjerrë në realitet. Dhe nuk mund të ekzistojë gjë në dynja nëse nuk është brenda mëshirës së Zotit, brenda dëshirës së Allahut xhaleshanu. Nëse dikush pyet, mirë, ka dashur Zoti të ekzistonte shejtani? Po, ka dashur të ekzistonte shejtani. Ka dashur Zoti të ekzistonte e mira dhe e keqja? Po, ka dashur Zoti. Nuk ka mundësi të ekzistojë diçka jashtë vullnetit dhe dëshirës së Allahut xhaleshanu. Asgjë. Prandaj domethënë kjo ishte mëshia, vullneti. Ka disa që besojnë që krijimi, domethënë gjithësia, erdhi në ekzistencë jo në mënyrë të vullnetshme. Po është Zoti, por se gjithësia u krijua domethënë në mënyrë pa vullnetshme, jo me mëshie dhe jo me kudra, me pushtetin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është besim i mohuesve. I atyre që duan që ta heqin rolin e Zotit në këtë gjithësi. Edhe pretendojnë thënë që Zoti e krijoi po e la. U krijua domosdoshmë se ishte jashtë vullnetit. Siç mund të ndodh krijesës për shkakun që diçka, një emocion që është jashtë vullnetit të saj, dashuria ose urrejtja ose zemërimi që mund të ndodhë dikujt. Pra, kjo është jashtë vullnetit të tij, të njeriut. Po nuk është një lloj me Zotin xhaleshanu. Pra vëllezërit e mi, edhe një herë, el irade, el mashia, dëshira e Allahut subhanahu wa taala është që ai dëshiroi që të ekzistojnë këto gjëra. Dhe asgjë nuk mund të ekzistojë pa dëshirën e Allahut xhaleshanu. Ky është besim i besimtarit, i muslimanit. Kjo quhet el irade el kauniyya. Pra, siç quhet domethënë dietarët e përkufizojnë që është vullneti i Allahut për ekzistimin e çdo gjëje. Pra Allahu pati vullnet dhe dëshirën që të ekzistojë gjithçka që ai e shkroi. Kjo është el irade el kauniyya. Ajo që Allahu ka dashur të ekzistojë në dynja, mund të jetë diçka që Zoti e do dhe është i kënaqur me të, siç është imani, besimi, sjellja e mirë, mbajtja e emanetit, gjërat e mira të hajrit. Por mund të jenë dhe gjëra që Zoti xhaleshanu i urren, siç mund të jenë e keqja, domethënë ose shejtani mallkuar, ose tradhtia, ose. Pra të gjitha këto, por Allahu dëshiroi që të ekzistojnë dhe kështu do të plotësohet sprova e njerëzve në këtë dynja. Pra sprova jonë në këtë dynja, do sprovojnë e mira me të keqen. Do sprovojnë dhe kështu do të vazhdojë jeta. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka një urtësi në këtë që vendosi. Pra vëllezër, ky është hapi themi i tretë në besimin në kader. Pra cila ishte? Besimi që në meshien, pra në dëshirën e Allahut xhaleshanu. Allahu dëshiroi që të ekzistojnë dhe pastaj duke qenë se ai dëshiroi dhe vullneti i tij ishte që ti krijonte, vjen faza e fundit që është krijimi, el khalq. Krijimi i gjithçkaje. Pra Allahu na ka krijuar ne. Ti si krijesë e Allahut, secili nga ne, qoftë fiziku jon, qoftë mendja jon, domethënë aftësitë tona, qoftë edhe veprat që ne kryejmë, të gjitha këto nuk dalin jashtë dëshirës së Allahut dhe jashtë krijimit. Ai i ka krijuar subhanahu wa taala. Allahu i ka krijuar xhaleshanu. Pra është krijesë e Allahut gjithçka që ekziston për krijesave. Ky është hapi i fundit i besimit në kaderin e Allahut xhaleshanu. Nuk po zgjatem më shumë në përsëritjen e asaj që tha merr në shkuar. Për të vazhduar inshallah me hadithin e radhës, do të kuptuar vëllezërit e mia, çështja e kaderit është delikate shumë dhe njeriu i mjafton të besojë këto pika që tham. Allahu është i gjithditur, atë që diti e shkroi,
pastaj dëshiroi që të ekzistojë gjithçka dhe e krijoi ashtu sikur se Allahu subhanahu wa taala e shkroi domethënë në librin e tij. Kjo nuk përjashton dëshirën e robit, ë? Pra njeriu është i lirë të zgjedhë në dynja. Edhe kjo është vërtet madhështore, subhanallahu. Çdo njeri është i lirë të zgjedhë dhe Allahu e ka ngarkuar pastaj me sheriatin që zbriti përmes profetëve. I urdhëroi njerëzit që të marrin mësimet që do Zoti dhe të jetojnë jetën ashtu sikur sa ai kërkon prej tyre. Ai që zbaton alhamdulillah ka zgjedhje të lirë. Ai që do të fal namazin e fal, ai që s'do ta falë s'e fal. Ai që do të pijë alkool, e pi alkoolin. Ai që s'do ta pi, edhe domethënë zgjedh që të mos e pi, e ka në dorë të, pra nuk ti imponon Allahu xhaleshan. Vetëm ti kërkohet çfarë? Të zgjedhësh rrugën e drejtë. Siç tha Allahu subhanahu wa taala, "Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn", a nuk i dham dy sy thot, edhe një gjuhë dhe dy buzë, "wa hadaynahu an-najdayn", dhe i dham të zgjedh mes dy rrugëve. Nuk e zgjodhi atë rrugën e Zotit, po zgjodhi atë që ishte më kollaj, shkon tek më tat pjetë. Nuk zgjodhi të përpjetën, atë të vështirën. Pra ato urdhëresa që kërkoi Zoti. Pra e ka njeriu të drejtën të zgjedhë edhe një herë. Kalojmë te hadithi i radhës inshallah. Këtë hadith e keni dëgjuar besoj edhe gjatë tyre mësimeve, sepse ka rënë fjala është marrë si argument, por po e marrim në mënyrë të veçantë sot si hadith. Ky hadith vjen nga Jubair ibn Mut'im, i cili ka thënë: "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi al-maghribi bit-tur, falamma balagha hadhihi al-ayah am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal-ardha bal la yuqinun am 'indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun." Pra këto ajete nga sura Tur. Tha Jubairi, "Kada qalbi an yatir." Çfarë do thotë ky hadith? E transmeton Imam Buhariu. Thot nga Jubairi, transmetohet se ai ka thënë: "E dëgjova profetin duke lexuar në namazin e akshamit." Po lexonte çfarë? Po lexonte surën Tur. At-Tur është një nga suret, nga xhuzet e fundit. Kur arriti te ky ajet, pra te këto ajete që thot Allahu subhanahu wa taala, mos janë krijuar ata nga asgjëja, apo ata janë krijuesit. Apo mos vallë kanë krijuar qiellin dhe tokën. Jo, për ata nuk kanë bindje të sigurt thot Allahu xhaleshan. A mos janë tek ata depot e Zotit tënd, apo janë ata sunduesit e gjithçkaje? Subhanallahu, ajete njëra pas tjetrës si tregojnë dobësinë e njeriu, varësinë e tij tek Zoti xhaleshanu, faktin që njeriu skrijon dot vetveten dhe jep disa hapa logjik për të arsyetuar. Edhe thot, domethënë Jubairi thot, gati sa s'më fluturoi zemra nga kraharori, subhanallahu. Kur e dëgjova këtë, gati sa s'më doli zemra jashtë. Kur dëgjova këto fjali të shkurtë, subhanallahu, dhe arabisht në këndimin e saj, me këndimin e profetit sallallahu alaihi wasallam, vërtet ajo do të jetë shumë dikues, sepse arabët kishin, domethënë, një fuqi shprehse këto fjalë në gjuhën arabe. Dëgjoj çfarë thot, pra një transmetim tjetër çfarë thot, e dëgjova profetin duke lexuar në akşam surën Tur, thot, dhe ky ishte momenti i parë kur imani thot vendosi rrej në zemrën time. Pra Jubairi në atë kohë vëllezërit e mi që kuptoni si erdhi kjo histori, nuk ishte musliman, ishte ende i dhujtar. Edhe kishte ardhur në Medinë që të sillte kompensimet për robrit e Bedrit. Në luftën e Bedrit, pasi u vranë shumë edhe shumë u zun robër, shumë nga Mekasit sollën kompensimin për robrit që ranë në dorën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe erdhi sillte robrit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, pa ta shikuar me kujdes, subhanallahu. Gjithmonë kur vinin pabesimtarë, dhujtar, njerëz që afrohesh dhe vinin në Medinë vizitë ose me mision, profeti sallallahu alaihi wasallam synonte që t'i vendoste pranë xhamis, që të bëhej mundur dëgjimi i Kuranit, të dëgjonin Kur'an. Subhanallah. Dhe kjo ka qenë shkaku i udhëzimit të shumë. Kështu ndodhi me këtë, shumë ndodhi edhe me një tjetër domethënë që kishte në robë edhe ai Ebu Thalebe në mos gaboj, i cili domethënë dëgjonte shpesh Kur'an derisa profeti sallallahu alaihi wasallam pasi mbajti 3-4 ditë dhe vërejtja që u ndikua nga kjo i tha ikse je i lirë. E liroi, madje ishte biri një kryetari të madh, një fisi të madh, e kishte pasuri, e tha ik largohu, s'ka lëreni të lirë. Derisa ai nga që dëgjoi ditë të tëra dëgjoi Kur'an, dëgjoi këndimin e shikon namazin e muslimanit duke falur namazin gjithë bashk, vëllezëri luten Allahu subhanahu wa taala, dëgjonte Kur'anin, hyri imani në zemrën e tij. Pra kjo ishte një veprim nga ana e profetit sallallahu alaihi wasallam që edhe na udhëzon sot, që njerëzit të bëjmë të mundur që të dëgjojnë Kur'anin. Tash ata nuk mund ta kuptojnë nëse dëgjojnë arabisht siç e ka zbritur Zoti, sepse ne kemi tjetër gjuhë, pa është e mundur domethënë që të japësh një libër që ta lexojë Kur'anin. Madje sot elhamdulillah e kanë nxjerrë dhe të regjistruar këtë
mushaf që është në shqip, domethënë Kur'an që është në shqip, e kanë regjistruar të lexuar. Një lexues kanë vendosur dhe kanë është dhe audio. Pra jepja si aplikacion merret domethënë si ku është kjo e regjistruar në YouTube ose ashtu dhe jepja dikujt një miku. Dëgjoj thotë. Çdo ditë dëgjoj nga 20 minuta, nga 1 orë ose nga një sure. Se bëjmë dot kaq gjë. Që njerëzit tu japin tu shpërndajmë Kur'anin. Pra kjo është e domosdoshme vëllezër e mi. Si do të mësoj njeriu nëse nuk lexon asnjë ajet nga libri i Allahut. Nëse nuk merr asnjë mesazh të tillë që ta shkund ose të zemrën e tij. Ja kjo ndodhi me Xhubeirin, pra kur dëgjoi këto ajete. Padyshim, ne kemi folur pak edhe me këtë lloj argumentimi që sill Allahu subhanahu wa taala në këto ajete. Cili është argumentimi? Thot Allahu subhanahu wa taala: "Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun." Mos vallu krijuar nga hiçi, apo ata vetë janë krijues, apo kanë krijuar qiellin dhe tokën. Pra, solli disa opsione logjike Allahu xhaleshanu. Dhe në fakt çdo njeri po tulet mendojnë veten e tij, subhanallahu, domethënë kthehet me këmbë në tokë. Dhe për një moment fillon dhe reflekton inshallah. Pra, në bisedat tona me njerëz që zbesojnë ose njerëz që akoma si ka hapur Zoti zemrën, le ta përdorim këtë argument, subhanallah. Pra, që ta bëjmë tjetrin që të kthehet dhe të meditojë në çështjen e krijimit. Pra ne ekzistojmë vëlla, si erdhëm në jetën? Si ekziston diçka? Diçka që të ekzistojë duhet ta bëj dikush të ekzistojë. Dhe të ketë një fillim, çdo gjë ka një fillim. Dhe çdo gjë që ka një fillim pra ka dikush domethënë që ka filluar, ka një fillues. Ka një që është i pushtetshëm që e ka sjell. Pra ti si erdhën në jetë? Ky është një pyetje që Xhubeiri tregon që i bëri shumë dobi kur e dëgjoi profetin sallallahu alajhi wasallam që ta këndonte. Pra, a mos janë krijuar nga hiçi apo domethënë pa asnjë lloj shkaku? Kjo është e pamundur logjikisht, se s'mundet diçka domethënë të ekzistojë vetë, domethënë prej krijesave. Përveç se krijuesi kemi thënë, ai është i domosdoshëm të ekzistojë dhe është jashtë logjikës tonë, sepse ne jemi krijesa të dobët, kaq e kemi mundësinë e logjikës. Por sa si krijesa ne nuk ekzistojmë vetvetiu nga hiçi, nuk mund të vim nga hiçi. Pra kjo është e pamundur. Si mund të dalë diçka nga asgjëja thotë? Çfarë solli atë në ekzistencë? A mund të ndodhë diçka vetvetiu pas një shkak? Kjo është e pamundur. Ose a janë ata krijuesit e vetvetes? Si vjen habi dytë, em khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, mos valla ata e krijuan veten. Kjo është akoma e pamundur. Diçka që s'ekziston, si mund të krijojë veten kur s'ekziston fare? S'është as fizikisht, as shpirtërisht, mendërisht, nuk ekziston. Si e solli, si e krijoi veten? Pra është e pamundur. Edhe kjo është e pamundur. Apo ata janë krijuesit e qiejve dhe tokës dhe vendosën rregullin në qiell dhe në tokë? Është e pamundur. Kjo janë pamundësi logjike. Atëherë ekziston vetëm një mundësi që është krijuesi. Është krijuesi që i ka filluar gjithçka dhe ka krijuar gjithçka. I cili nuk është i krijuar, nuk ka nevojë për krijues, nuk ka nevojë, domethënë që dikush ta fillojë dhe ta bëjë që të ekzistojë. Kur Xhubeiri dëgjoi këtë ajete, ranë në zemrën e tij dhe pati një ndikim të fuqishëm tek ai. Këto ajete u bën shkak për udhëzimin e tij drejt Islamit. Në disa transmetime thuhet, ishte sikur një perde u ça nga zemra ime kur dëgjova pra këtë pjesë nga Kurani. E sjell Imam Ahmedi, megjithëse hadithi ka dobësi për kuptimin e tij, tregon shpreh domethënë në një farë mënyrë ndikimin tek Xhubeiri. Pra vëllezërit e mi duhet të shfrytëzojmë këto ajete që i gjejmë në Kur'an të tilla, argumente që tregojnë për madhështinë e krijuesit, për faktin që ai ka krijuar gjithçka. Nuk ka krijuar tjetër veç Allahu xhaleshano. Janë ajete të cilat nëse vazhdimisht ne i përsërisim u tregojmë njerëzve, i bëjmë ata të mendojnë seriozisht për ekzistencën e tyre dhe për qëllimin pse i ka krijuar Zoti xhaleshano. Ajetet e ngjashme mos janë krijuar ata, pra këto ajete që përmend në surën Tur, ose e fillahi shekun fatiri samawati wal ard. Në Zotin këtë dyshim, i cili është pikësi i qiejve dhe i tokës, që ka vendosur rregullin e gjithçka, ai kujdeset për gjithçka. Çdo gjë është e lidhur, çdo gjë është e ndërvarur në një sistem, domethënë që është jashtë vetes së saj. Që të jetojë njeriu ka nevojë për ajër, ka nevojë për diell, ka nevojë domethënë për ujë, ka nevojë për tokën dhe prodhimet e saj, ka nevojë për gjithë to kafshë ose për ushqime. Pastaj mbi gjitha këto ky njeri ka nevojë për prindit e tij, domethënë që ta ushqejnë, kujdesen për të rritet. Si është e mundur që të ekzistojë duke qenë se ka gjithë këto gjëra që varet prej tyre? Është dikush i ditur që i ka vendosur këto dhe i ka plotësuar. Se ndryshe s'mund të ekzistojë. Dhe kështu është gjithçka. Kështu është gjithçka në gjithësi. Pra, është e mirë që njeriu këto ajete kur lexon nga Kurani ti mbaj si shënim ose ti fiksoj mirë dhe her pas here ti ftoj njerëzit përmes tyre.
Dhe thot Allahu xhaleshanu, ajet tjetër që mund të përdoret, e fe me yakhluqu kama la yakhluq. A është një lloj thot ai që krijon, a është i barabartë ai që krijon dhe ai që nuk krijon? Pra jep tjetër të kuptoj që krijuesi meriton respekt dhe meriton vëmendje dhe përkushtim ndaj tij. Nuk është një lloj ai që ka krijuar dhe ata që s'kan krijuar. Pra alhamdulillah, këto janë ajete, ky është krijimi i Allahut. Hadha khalqullah, fa aruni madha khalaqa alladhina min duni. Ky është krijimi i Allahut. Më tregoni çfarë kanë krijuar ata veç tij. Pra alhamdulillah, është e nevojshme që këto ajete dhe shumë të tjera të lexohen shpesh dhe tu tregojnë njerëzve. Sot është e mundur. Një ajet mund ta marrësh të pëlqeu duke lexuar, thjesht bëj foto dhe shpërndan. Një ajet nga telefoni vëlla, bëj foto. Prije se dini ti prisit të bëni të bukura vilës, domethënë, dhe jep shpërndaje. Të gjën nëse një ajet i cili flet për madhështinë e Allahut, për krijimin e tij, për fuqinë e tij, ose për shpërblimin në xhenet ose ndëshkimin në xhehenem, për ti paralajmëruar njerëzit, keni frikë njerëz sepse do shikoj se çfarë na pret. Na thot krijuesi në Kur'an, i prezanton njerëzve rëndësinë e Kur'anit. Pra është e nevojshme që këto të jepen dhe shpërndahen në njerëz, se alhamdulillah sjell dobi domethënë për besimin. Shpeshherë, domethënë njerëzit që nuk besojnë ose të paktën shfaqen se nuk besojnë, se nuk duan të nënshtrohen, nuk duan të besojnë në krijuesin. Prandaj është e nevojshme që edhe pas këtij hapi të parë, pasi i thua atyre kush të ka krijuar se ti nuk ekziston vetvetiu, domosdoshmë shumë nga ata do të detyrohen thonë mirë ekziston një krijues. Kaq është gjithë qëllimi ynë që të besojnë ata që është një krijues, ky është qëllimi i bisedës tonë me ta? Padyshim që jo, s'është vetëm kjo kaq. Por ne duhet të kalojmë në hapin tjetër. Dhe në fakt ata nuk e pranojnë krijuesin sepse e dinë që hapi i radhës është nënshtrimi dhe besimi. Pra duhet të nështrohesh dhe të besosh këtë krijues, domethënë dhe të nështrohesh të adhurosh atë. Prandaj domethënë gjithmonë hapi i radhës cili është, me ata është që ky krijues që na ka krijuar, na ka solli nga hiçi, ka një qëllim. Është i urtë, ka një qëllim pse na ka krijuar. Pra duhet t'ia shtjellojmë atij dhe qëllimin pse na ka krijuar Zoti. Dhe këtu është e nevojshme që të shpjegosh atyre domethënë një tjetër argument logjik. Ky krijues që na krijoi dhe na solli nga inekzistenca, na bëri të ekzistojmë. Ka një qëllim me ne, padyshim, sepse kjo, domethënë, është pjesë e domosdoshme të qenurit të tij absolut dhe i urtë. Bie ndesh me urtësinë nëse nuk ka qëllim me krijimin ton, apo jo. Atëherë, a nuk është e domosdoshme që me që ka qëllim me ne, ai të na sqarojë këtë gjë? Është logjike. Pra, nëse ai ka një qëllim me ne, patjetër do zgjedhë mënyrën se si të na sqarojë qëllimin që ka me ne, apo jo. Atëherë është e domosdoshme ai të zgjedh pra një mënyrë që të na shtjellojë. Cila është mënyra që për të na treguar se kush është qëllimi i tij me ne? Ky është hapi i bisedës. Pra, nëse do bëjmë davet me njerëzit, kjo është hapi. Nëse ai beson krijuesin, po, e beson. A ka një qëllim me ne? Po mirë, dakord, ka një qëllim, po. Atëherë nëse ka qëllim me ne, ai patjetër që do zgjedh mënyrën për të na shtjelluar. Dhe mënyra që ka zgjedhur Zoti vëllezërit e mi, ja gjithë historisë njerëzore ka qenë përmes shpalljeve. Pra duhet ta udhëzojmë njeriu pastaj që elhamdulillah ai të pranojë themi institucionin e shpalljes themi, profecisë. Dhe kjo është domosdoshme të pranohet. Pra profetët Zoti ka zgjedhur ndër njerëz, pra ata që janë profet dhe ka dashur që t'ju jap atyre shpalljen e tij, i cili është ligji, sheriati ose ligji i adhurimit të Zotit xhaleshano. Dhe ai pastaj dal nga dal duke ecur, duke bërë që domethënë të kuptoj logjikën e imanit të besimit, i thua pastaj që shpalljet kanë ardhur vazhdimisht dhe kanë pasur qëllime, rregullimin e jetës së njeriut, rregullimin e marrëdhënieve të tij me Zotin, edhe me njëri tjetrin, dhe ka sjell ligje vazhdimisht, duke filluar që nga koha e Nuhut alayhis salam deri në profetin e fundit që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra që ta bësh tjetrin të besojë dhe të kuptojë, të nështrohet që të lexojë librin e Allahut, të lexojë shpalljen. Ky Zot që të ka krijuar nga hiçi, që s'ekzistoje, ka një qëllim të madh me ty o njeri. Dhe ky qëllim është i shkruar në librat e Zotit. Prandaj merre këtë libër dhe ai tashmë Kur'anin nuk do ta lexoj thjesht që ma dha ky ta lexoj, por do ta lexoj tashmë me një tjetër dëshirë dhe synim. Pra do thotë ka një qëllim Zoti dhe ky qëllim është shtjelluar në këtë Kur'an. Pra do ta lexoj Kur'anin duke menduar çfarë do Zoti prej meje. Dhe do ta kuptoj shumë thjesht në Kur'an që Zoti kërkon prej robit domethënë që të lidhesh fort me Zotin xhaleshanu, të kuptosh qëllimin e jetës që të ka krijuar Zoti për përjetësinë dhe xhenetin.
dhe jo të jesh në jetën e kësaj dynjaje, të ka përcaktuar një rrugë të caktuar, të tregon kush është halali dhe harami, kush janë të mirat të këqijat, dhe ti dal ngadalë duke ecur, duke punuar, thua po, alhamdulillah, do t'i nështrojmë Allah, do të lidhem me Allahun subhanahu wa taala. Pra kjo është një rrugë e mirë daveti që e mësojmë. Hapi i parë cili ishte kjo që ndodhi me Xhubeirin. Pra Xhubeiri, çfarë ndikoi tek Xhubeiri, pra ky sahabi i nderuar, çfarë ndikoi në atë kohë? Dëgjimi i ajeteve të Kuranit. Dhe pikërisht domethënë ajete që japin rregulla logjike, domethënë në arsyetim dhe në argumentim. Dhe pastaj, alhamdulillah, pastaj vazhdoi. Ky ishte hapi i parë si than atë transmetimin. Hapi i parë që hyri Islami në zemrën time. E kuptoi Islami është madhështor, subhanallahu. Është, domethënë argumentet e tij janë të pa përballueshme. Nuk mund t'i hedh dot poshtë askush. Se janë të thjeshta, të kuptueshme dhe askush nuk mund t'i rënojë dhe t'i shmang ato. Pra alhamdulillah, ky ishte hadithi i radhës. Allahu subhanahu wa taala na bëj të udhëzuar dhe udhëzues, na bëj të kujdesshëm dhe të urtë në fjalën dhe në davetën e të tjerëve. E theksoj edhe një herë vëllezërit e mi, kur mos nënvlerësoni qoftë edhe një ajet të vetëm, qoftë edhe një hadith të thënë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Ti nuk e di se cili ajet ose cila fjalë mund të zerë vend në zemrën e robit. Thuaj një ajet se mbasi ai ajet bëhet sebeb që ai të fillojë të nështrojë dhe të adhurojë Zotin dhe ti ke sevapet e tij, pa ju paksuar askujt nga sevapet. Kaq për të mësim, subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair.